Atëherë, hajde bëjmë bashkë një renditje blind për lojtarët kampion të Interit për vitin 25-26, të shohim si do rendisim. Lautaro Martinez absolutisht pas Di Marcos është nga elementët më decisiv të këtij sezoni, golashnuesi kryesor, kapiteni edhe pse mungoi, do e vendosja në vendin e dytë. Luis Enrique me kapacitetet e veta, le të themi, por u mundua, e bërit veten, pritej shumë absolutisht, por zëvendësoi Dumfries për një periudhë konsiderueshme, do e vendosja diku në vendin e 8. Barella, një sezon i vështirë, le të themi, e nisi vështirë, nuk e nisi mirë, nuk ishte nga sezonet më të mira, por ishte te decisiv, të paktën 2 muajt e fundit, pati një shpërthim të tij, kështu që Barellën do e vendosja në vend të 6. Boni ishte një surprizë në fakt, i kërkuar nga Kivu. Boni e nisi shumë mirë sezonin, ku shënoi edhe gola, më pas u duk sikur u shua DC, u tregua DC i papjekur, DC mbante topin më shumë se ç'duhej, nuk hynte me atë grintën e dur për lojtar i ri. Një sezon pozitiv, megjithatë le të themi në vend të 7. Turam e nisi mirë sezonin, më pas u zhduk, pati një mungesë për 3-4 muaj të tipit, ishte shumë shterp, nuk ishte gjëkundi, atëherë kur duhet zëvendësonte edhe Lautaro nuk e bëri, megjithatë muajt e fundit kampionatit e tregoi veten, kam përshtypjen në momenti që u kthye vërtet Turam ishte pikërisht ajo kthes ndaj Komos, kthimi rezultatit ndaj Komos dhe ai gol i shënuar, ato 2 gola le të themi të shënuar, kështu që Turamin do vendosja në vend të 5. Bastoni, një sezon i vështirë për të, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe për mediat, për gjithë lumin e hedhur mbi të, megjithatë mbetet një flamur i Interit, forcë karakteri, lojtar ekstremisht i mirë, edhe pse siç e thash, me disa vështirësi që pati gjatë këtij sezoni, por do e vendosja gjithsesi për forcë karakteri në vend të 4. Akanji ishte zbulim. Themi të vërtetën, Akanji ishte zbulim. Me largimin e Pavard ishte lojtari që i dha dhe e mbajti komplet mbrojtjen e Interit për jashtë muajin e fundit, le të themi që pati disi rënje, por ishte nga lojtarët më konstant në mbrojtjen e Interit, le të themi në vendin e 3. Sučić ka bërë paraqitje shumë të mira, ka treguar vlera shumë të mira, ka nevojë për punë, është lojtar që duhet piqet akoma më shumë, megjithatë e konsideroj investim shumë të mirë, për fat keq, sepse do e vendosja në vend të 7 në fakt, por për fat keq janë të zëna vendet, kështu që Sučić, I'm sorry, në vend të 9. Mkhitaryan është nga sezonet më dobtat Mkhitaryan, është edhe e mirë kuptueshme për moshën e gjitha. Megjithatë, forca dhe vlera e tij shpeshherë i shpreh edhe në fushë, por kam përshtypjen që më shumë është ndihmë edhe për lojtarët e rinj dhe është për dhomat e zhveshjes. Mkhitaryan një profesionist absolut, por më duhet ta vënë në vendin e 10. Zielinski në vend parë, por nuk e di, ç'a ndodhi këtu? Di Marco do të ishte në vend parë, megjithatë nëse nuk më ka dalë Di Marco këtu, Zielinski nuk do e vendosja në vend parë, se di pse më doli Bisek. Anyway, nuk e kuptoj, por duket të renditi e mirë.